thjesht ata për LDK-jave që dëshmoj ato që e vjosa që shkatroj LDK-n, u bashku prap me LDK-n. Dhe më thonë aty u këthy në shpinë e vetë. Edhe masi dul. Po, u kthy masi e shkatroi shtëpinë. Po nevojat veta. Jo, Zonja Vjosa Osmani nuk e ka shkatruar shtëpinë, ti do të më tregu që e kanë përjashtuar. Përçarjen më të madhe të LDK-s, e kanë përjashtuar. Së bashku me zonjën Donika Gërballa e kanë përjashtuar. I kanë përjashtuar. Tash mos të mundohme me zbukuruar këtë çështje. E kanë përjashtuar. A dikush prish raporti mes Vjosa Osmanit edhe mbrana LDK-s? Ajo është mbrana, masani është mbrana, që që shohëm në si qytetar. A di që Vjosa Osmani është vetë deputeti LDK-s që kryeministri i LDK-s nuk e ka votu. Isa Musafat. Pse? Përçarja, nuk ka Vjosa. Nuk është Vjosa ajo që e ka përqa LDK-n. Pse se ka më kryeministri po Isa Musafat? Me këto, me... Nuk po thome përçaj, po e shputi një pjesë Fatmir Sejdiu me këtë profin që është që përmeni majestin. Sa deputet dhe sa votos u largun prej lidhjes demokratike kur krijoi partinë e re Vjosa Osmanit. Shumë i largun. Sa? Nuk kemi analista profesional, ne jemi të folë që ka një populli. Po mirë dhe, unë kur LDK-ja menoj që tash po ndihet keq.